Prej sot, qytetarët e Tetovës mund të pinë lirisht ujë nga çezmat e tyre. Analizat e fundit të kryera nga Qendra e Shëndetit Publik në Tetov tregojnë se uji është i pijshëm dhe me cilësi të mirë. Deri tek ndalesa e ujit të pijshëm erdhi si shkak i rreshjeve të mëdha të shiut, të cilat shkaktuan ndotje të burimeve të ujit në malin Sharr, duke nxjerrë nga funksioni edhe filter stacionin. Nga ndërmarrja publike komunale Sharri bëjnë të ditur se uji tashmë mund të pihet sepse i plotson të gjitha standardet. Krahas kësaj, nga kjo ndërmarrje, njoftojnë se është stabilizuar edhe gjendja me ujin e pijshëm. Sot i kena marrë të gjitha analizat e cilat i kena bërë me datën prej datës 27 deri më sot. Këtu i kemi para me gjendën analizat e cilat i kena bërë dhe këto analiza na konfirmojnë se prej sot uji mund të jetë i pijshëm për të gjithë qytetarët e Tetovës. Sot kemi një gjendje më të mirë, diku rreth, nëse dje kemi pasur 240 litra, sot kemi diku te 300 litra. Ujë së bashku me të gjithë bunarët në qytet i kemi aktiv 300 litra. Të gjitha studimet e realizuara për ujin në Tetov tregojnë se ky qytet mund të furnizohet me 250 litra ujë në sekond, por kjo sasi nuk mjafton, shkaku i keq përdorimeve enorme të ujit të pijshëm. Për qytetin e Tetovës edhe verës në kur kena 500 litra ka ankesa, ndërsa në bazë fizibilitetit të cilat e kena bërë ne të mjaftueshme janë vetëm 250 litra për gjithë qytetarët e Tetovës, por rjeti i vjetërsuar dhe harxhimet e panevojshme, keqpërdorimet e tepërta ndonjëherë e bëjnë që të mos ketë ujë të barabartë për gjithë qytetarët. Prandaj nga këtu dua t'ju bëj apel gjithë qytetarëve të kenë, sidomos në këtë periudhë vjeshtës, të kenë sa më kujdes me përdorimin e ujit. Për 3 ditë uji në Tetov ka qenë ndaluar për pije për shkak të ndotjes. Krahas kësaj, nga funksioni doli edhe filter stacioni, i cili bëri që qyteti të mos furnizohet mjaftueshëm me ujë të pijshëm.